di Po, fare mirë që po. edhe pse demokracia ka rënë, sepse të flasim atë ajo që ndodhi me Ballukun, me mbrojtjen që suportin që dhan Ballukun në parlament, pastaj është shkelja e hapur e kushtetutës, sepse Këshilli i Mandatë të Imunitet verifikon dhe çon raporte vetëm nëse them edhe një herë, ka apo jo ngritje të një ta quajmë një akuzë politike, që dhe avokati, po dhe ajo vetë deklaron që nuk është një akuzë ngritur politikisht, kështu që kur ka një akuzë politike, nuk është detyrë absolutisht as e Këshillit të Mandatit të Imunitetit as edhe Parlamentit për t'i dhënë koperturë. Pra drejtësia, SPAK-u dhe GJKO-ja pastaj më tepër e din vetë se çfarë masa sigurimi japi dhe nuk ja u dhënë as sulsi as tolerant. Me thënë të drejtën, Korreshi nuk para kam shumë qejf që ta bëj si pyetje, por më duhet të ta drejtoj. Sa i takon pikërisht çështjes së organizimit në një farë mënyre të protestës. Sigurisht që ju e keni thënë dhe është vënë re edhe për gjatë protestave të fundit, të cilat janë organizuar, që në fakt nuk është se kanë pasur një plan të mirëfillt, po themi nga pika A në pikën B në pikën C. Pra, ka ardhur ose ka qenë po themi plani i fshehtë në thojza deri në momentin e fundit, ose gjoja ka vijuar aty për aty dhe është marrë një vendim aty për aty. Do t'jetë kështu edhe për të dielën? Spari gjatë gjithë kohës që kemi bërë proteste, duhet ta nis kështu, për të dalë aty këtë pyetje jote. Sa që kemi bërë protestet, njerëzit na janë, do thënë, lamentuar ose njerëzit janë mërzitur sepse vetëm fjalime boshe, ndërkohë që duan pak aksion. Pra duan në lloj fytyre ka ardhur fund, nuk është më koha e të folurit, sepse tashmë janë në dritën e diellit ato që ndodh me hajdutërinë qeveritare. Kështu që njerëzit, ne duhet me lënë dhe pak njerëzit të bëjnë dhe patjetër të stërnojnë mënyrën e tyre, mllëfin e tyre, sipas mënyrës së tyre, pavarësisht, dhe kjo është një nga ato që duket sigurisht e pa organizuar, për në vërtet nuk është